Prokuroria Themelore Publike në Manastir ka lëshuar urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër një 28 vjeçari, për të cilin ekziston dyshim i arsyeshëm se ka tentuar të privojë nga jeta gjyshen e tij. Policia sqaron se më 17 janar, pasi më parë e kishte bllokuar dhe mbyllur derën e përparme të shtëpisë me një sirtar, ai e kishte goditur gruan në kokë dhe trup me duar, derisa ajo kishte rënë pa ndjenja. Me goditjet ai shkaktoi asaj disa lëndime të rënda trupore, gjakdegje dhe kontuzione të trurit, brinj të thyera dhe shtrembrime të kockave, të cilat rrezikuan jetën e viktimës. Ndërkohë, deklaratat e disa prej dëshmitarëve tregojnë se ndryshimet të fundit në sjelljen dhe gjendjen mendore të dyshuarit, të cilat ngrenë dyshimin se ai mund të vuajë nga ndonjë lloj sëmundjeje mendore. Pas incidentit, i dyshuari ka ikur, por i njëjti është arrestuar për pak kohë më vonë, meqense një mendim eksperti sugjeron vëzhgim të mëtejshëm të dyshuarit me qëllim kryerjen e vlerësimit të tij mjekësor dhe ekzaminimit e psikiatrik. Prokurori publik ka propozuar që gjykata me vendim të veçantë pas përcaktimit të masës së paraburgimit